mëshire për mua. Nga gjysë kamë ka. Ai se sa është do të më ata, më tha mua. Unë isha i pafuqishëm me ata. Nuk po qaj burgun, o zonja, o deta. Më ka çuar në ekstrem këta, më ka të shmangur. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, mund të hap dritare për një të ri me emrin Jurges Shala nga Fieri, i cili të tregoj jetën e tij dhe problemet që i kanë ndodhur vit pas viti, nga një aksident me dëmtime të mëdha, nga një denoncim për thunë familje ku përfundoi në burg dhe kreu 2 vite e 8 muaj burg, dhe sot që ka dalë nga burgu në një gjendje të rëndë shëndetësore. Por çfarë ka ndodhur, do të jetë vetë Jurges Shala që do e rrëfej ditën e sotme, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Jurges, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më telefonove dje në fakt dhe me sa kuptova ke një problem me drejtsinë shqiptare që kërkon ta denoncosh. Kam 2 çështje, unë jo vetëm një. Atëre po të dëgjoj për të më shpjeguar çfarë ka ndodhur. Kam një çështje që 2009 po ka dëmtuar motra e gjyqtarit në aksident. Në 2009 ti ke kryer një aksident dhe të ka aksidentuar. Po, më ka lënë me pasoja të rënda. Ka qenë zonjë ajo që ka qenë timon, që drejtonte automjetin. Po, isha në rrugën time, unë kjo më ndërpreu rrugën më, se ka qenë kjo ku ushtrua atëherë rruga. U bën këto kalimet, a mund aty të ku është Averno Perlikani, sheq. Bëj fjalë për zonën e Fierit. Po na Fieri jam, po. Po, më ka aksidentuar kjo mua, më preu rrugën. Mund të ma tregosh me detaje çfarë ka ndodhur atë ditë? Ti ke qenë me makinë, në këmbë? Jo, me motor kam qenë. Ke qenë me motor, po? Edhe më merë për para kjo mua. Merë zvarë ka mu fluturojnë gati një 20 metra, i zvarë, këpus kam. Ke këputur këmbën në atë aksident? E këputa kamën e theva kamën, kisha gati një 12 thyrje. Mora dëmtime dhe nga koka këtina trupi nga kraut. Se kam detu gati një 4 muaj shtruar në spital. Kjo mirë që më doktoj, ishin 4 persona, këto ishin femra. Lanë makinën aty këto, i kam e vrapu tram, diu. Dhe e ta gati një 2 orë aty së më vinin makinat. Kam vajtë pa ndjenja në spital. E të mërshme. Po? Nuk më erdhi etusia asë njëherë të më pyes të mua, si është puna fare. Për aksidentin e ndodhur në atë vit në zonën e Sheqit. Po. Ti... Nuk më erdhi etusia mua fare të më mirnin pyetje. As prokuror, as etus, as një. Por, çfarë? Vajti nana ime me gjithë baban që bërin denoncimin. Mua s'më morën pyetje, unë thjesht kur kam dalur a mu i gusht. A shtator s'ma i mandu, pëse në qershori u doktova. Në qershor ka ndodhur aksidenti të vitit 2009. Po. Dhe në muaj gusht ti ke dalë nga spitali dhe falë Zotit. Në fundi gushta, në shtatori kam dalur. Vujta shumë atjo. Nuk më erdhi asë kush ma ku kërkon të falje, në njerës të saj fare. Thjesht jam kërcënuar në njerës të saj, më thanë ma do bëjnë, po bërë denoncim, do vinë, do të presin dhe kam tjera, thoshtë, dhe kam në tjetër, ja këtë sakë. Por më falë, kur dolli aksidenti, ti mbrite në spital pas 2 orëve, ishin qytetarët ata që të gjetën dhe të çuan në spital? Po. Por unë besoj që ata qytetarë kanë njoftuar dhe policinë e Fierit. As ka ardhur fare policia të më jepja detaje fare. Unë isha 4 muaj shtruar spital atje.
Denoncimin me vonë e bëri nana ime me gjithë baba. Pra, denoncimin në polici e ka bërë nëna juaj, Jurges. Po, Por, si u arrit të identifikoj zonja që bëri aksidentin dhe të dëmtoi ty? Se ti besoj në ato moment nuk e parë gjë dhe nuk i ke njohur. Domethënë, kur shkuat bë denoncimin për aksidentin, ju s'kishit një emër, thjesht raportuat, denoncuat që ndodhi një aksident. po kishin bërë denoncim familja ime. Ishte ardhur policia aty. E pra, në vendngjarje ka ardhur policia, këtë desha të dija. Ai ma, po unë isha pa ndjenja. Ti ke qenë pa ndjenja dhe ke qenë në spital, por më tregot çfarë të ka treguar nëna dhe babai. Policia ka ardhur dhe ka arritur ta identifikoj, le të themi, makinën, targën e makinës, drejtuesen e automjetit që kreu atë aksident. Po s'pa gjë për vetëm ti, më të them drejtën. E qartë se ke qenë në spital, por nëna dhe babai, kjo çështje kaloi në gjykat? Ja këtu dua të daluna. Ka ardhur ky burri i kësaj zonjës që më ka dëmtuar mua. Po. Kishin kaluar, mos të gënjejmë gati një muaj kishin kaluar, aty që erdhi kjo. Edhe i thot nëna ime, se vetëm nanën kisha atë. I thot, zotëria ajo, nusja jote thot, më ka dëmtuar djalin, e ka të kutur djali kamën. Më ka lënë sa 4 jetën, i thot. Do përgjigjeni për këta, thot. Nëna ime dhe ja bëni kamën si që kishte, do ta rregulloni. Mirë tha ky. La një numër telefoni ky. Lam si burra dhe thap, do takojmë për 1-2 ditë, tha ky. E qartë. Edhe ta serdhën fare e marrë telefonu. Ma më kërcënoj njerëzit e këtyre, do vinë, do të vrasin fare, do të presin dhe atë kamën tjetër, më thoshtë. Ua, po kjo është e tmerrshme. Nuk e denoncove në polici se përpos që u krye aksidenti, dëmtime të mëdha, ti ishe në spital, këta njerëz të kërcënonin që ti mos ta denoncoje. Këtë do denoncoja. Qytetarët, ata që po të merrnin dhe po të kërcënonin, familjarët e saj, ata të denoncoje. E do denoncoja shtetin, ajo e kishte vllajin gjyqtar, krye gjyqtar. Unë isha i pafuqishëm me ata. Po kur dola gjyqja aty i mbyllën gjyqjet sa hapën mbyll syt ta. Në këto haesha. Ja, më thuaj ti, gjendo drejtësi me këta. Që më kanë lënë gjysmë njeriu sot që po huaj, jam dhe familjar. Pra, Më thuaj. zonja që kreu aksidentin po më dërgon që është motra e një gjyqtari në qytetin e Fierit. Po, ajo është arsimtare ciklitur. I dashur Jurges, më vjen shumë keq sinqerisht për këtë histori që po më tregon, por çështja pas ka kaluar në gjykat dhe ju jeni paraqitur në seancat gjyqësore. Ma me bën pa drejtësi, nuk më dhanë drejtësi kur. Nuk pash drejtësi në aktarë. Çfarë vendosi gjykata? Doktori, e kishin njeriun e tyre këta doktorin atje, Tiranës, që më bari mua operimin. Ky thjesht kishte shkruar plak të lehta. Kur unë kam ndetur 3 muaj e gjysmë 4 muaj aty, si pas kam pasur plak të lehta, ku e lexoj akuzën prokuror. Pra mjeku në epikrizën e tij ka shkruar dëmtime të lehta në trup, Po, ndërkohë që ti ke kryer një operacion. po, unë plak i kam shenja, ata të rëzojnë falë. Ja, gjysë kamë ka. Ishtë në mafë, tu. Deri këtu larë. Dhe këto janë dëmtime të lehta? Tur. Edhe nuk, ore, di qa doja, vinë të kërkoni falje. Jo, ndalemi pak, Jurges. Mas më ka Unë nuk e kërkuar as di, falje. unë nuk e di kush mjek ka bërë atë epikriz dhe ka shkruar dëmtime të lehta me atë që pash unë. Unë nuk jam mjeke, por vetëm ajo që pash unë nuk quhet dëmtim i lehtë. Ose është dëmtimi i lehtë se unë kam detur 3 muaj e gjysmë 4 muaj maksimumi atje, të lutëm, nuk gënjej unë.
Por Ja ku i kam faktët. asaj gjyqtare nuk ja tregove këmbën në atë seancë gjyqësore për të treguar që ja kjo është këmba ime dhe ky është dëmtimi i lehtë? Ja tregova, nuk pati askush më shirë atje. Unë pata avokatin që ma bëri të zezën, se mbante avokati im anën asaja, se ishin njerëz të tyre. E di çam ka thënë avokati mua? Po. Mi erdhi mi mori ca firma ky mua, me dinakri, e mbylli çështjen, më tha mua, X-ës hash do të ma ata, më tha mua. Ka qena qëshori, Korriku. Nuk hash do të ma ata, më tha mua. Ore i thashu na, nuk është puna për të ngrasës nëse si mi ngritu për të vrarë, i thashu, njapin ato që më takojnë, i thashu, më lidhi dhe i pensioni, i thashu. E të paguajt damin që kam paguajtur, në ati se më futi dhe borxë, se gati unë futa 8 milion lekë borxat më janë. Për shëndetin tënde, kuptoj. Thjesht të drejt, se unë jam realist për vetën time, nuk dua të shtirëm të gjenjej 8 milion lekë u futa borxë unë. Për ato muaj që qëndrove në spital dhe për operacionin që ke kryer, që besoj ke brenda pllaka hekuri në këmbë. Po i kam hequr. Isha copun për faqet zezot, unë i humba shpresat, thash na, nuk ma merr mendja më që të ngrihem të heci, si i humba shpresat. Edhe sot e saj dite po vuaj. Por, i dashur Jurges, gjykata çfarë vendosi? Të shpalli ty fajtor? Ja, si është e vërteta, unë njëherë jam paraqitur në gjykatë atje. Po. Pastaj nuk më linte avokati të futesha, ma i bante gjyqjet avokati pa djenin time. Pra, le të themi, ai avokat që ti i kishe të drejtën, që ai të përfaqësonte, nuk të njoftonte për seanca gjyqësore. Jo, asnjëherë kurrë. Pastaj ka ardhur ky, më ka kërkuar një 2-3 firma mua që mi ka marrë, edhe më tha muaj, u mbyllën gjyqjet, ti shiko të rrezin tënde, më tha muaj, shikoj hallin e vetë, tha. Se nuk hash do të ma tha, sa ata janë shtetë vetë, tha. Hajde avokat, hajde. Da i e qela. Nuk e njoh, dhe nuk dua ta paragjykoj, por ai nuk të informoi që gjykata vendosi të ta lexonte dhe të ta dorëzonte atë vendim gjykate? Ata i kishin mbyllur pa djenin time, si kam këtu shkresa, po. Po pra, e ke lexuar vendimin e gjykatës? Çfarë ka vendosur gjykata në faqen e fundit? Unë këto i mora atje të arkiva i mora. E qartë, sepse avokati nuk të ka informuar dhe nuk të ka vënë në djeni. Të ka thënë shiko hallin tënd edhe u mbyll gjithçka. Por gjykata ka marrë një vendim. Këta i kishin bërë kështu ja. Mua më nxorën të smur me të meta mendore, këta e nxorën kështu pa patent. Ishin të dy në faj me gjoja. Ajo u dënua? Jo, nuk u dënua. Por, të lutem, ai vendim gjykate, nëse ke mundësi, kalo te faqja e fundit dhe ma lexo. Se jam i sigurt që është dënuar edhe zonja në fjalë që ka kryer aksidentin dhe mbi të gjitha ka qenë pa patent, pa leje drejtimi. Po, mund të na ndihmoj, me kë je aty pranë? E më falë 2 sekondë. Jemi live dhe do të presë, është shumë i kuptueshme. Është bashkëshortja? Po. Le të ulet bashkëshortja, përshëndetje e dashur. Si quhesh? Ermira. Emira, të lutem, do shkosh te faqja e fundit ku thuhet vendosi 2 pika, ato më lexo. Për këtë arsye gjykata vendosi deklarim të pafajshme të pandeurës Aurora Damini për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, parashikuar nga neni 290 të kodit penal, për shkak se nuk provohet që e pandeura ta ketë kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 2. Deklarimin fajtor të pandeurit Jurges Shala për veprën penale të drejtimit të mjetit pa dëshmi, parashikuar nga neni 291 të kodit penal, dhe në bazë të neneve 291 të kodit penal,
dënimin e tij me 50.000 lekë gjob. Pra ka dalë fajtor, është dënuar dhe me 50.000 lekë gjob. Po. 3. Detyrimin e të pandehurit Jurges Shala që këtë gjob ta paguajë brenda një viti nga dita e marrjes formë të prerë të këtij vendimi. 4. Automjeti tip Ford Fiesta me targ FR 0785B, si dhe motocikleta pa targa së bashku me dokumentacioni përkatës të secilit t'i kthehen përkatësisht të pandehurve Aurora Damini dhe Jurges Shala. Shpenzimet proceduriale në hetimet paraprake në shumën 4.500 lekë dhe ato gjyqësore në shumën 40.000 i ngarkohen të pandehurit Jurges Shala. Kundër vendimit lejohet apel në gjykatën e apelit Vlorë brenda 10 ditëve nga e nesërmja e shpalljes. Gjyqtar Alfred Konomi, sekretare Florida Kalliu, gjyqtar Piro Sota, gjyqtare Nafiet Thurri. Faleminderit zemër, faleminderit. Le të ulet Jurgeni. Kjo na duhesh që të lexohesh ditën e sotme. Jurgen. Po. Ajo ka dalë e pafajshme, fajtor ke dalë ti dhe je dënuar edhe me një gjob. Po, normal ajo do dilte pa fajzën dhe sa kishte vllajin kryegjyqtar. A dihet? Por gjithsesi, ti pse nuk e apelove këtë vendim në shkallën e dytë në gjykatën e apelit të qytetit të Vlorës? Pse nuk bëri një apelim? Këto pengesat merren në avokati mua. Se i mbylli avokati këto punë. Po ndalemi pak te ky avokati jot. Jurges, ti më tregove pak më parë që avokati erdhi, më solli disa fleta dhe unë firmosa. Po, pa djeni. Më tha mua është për të mirën tonë, tha i, na duhen këto firmat. Ai mori për tjetër gjato, i mbylli shpejt ato, s'më dha shpresa më. Por ti nuk i lexove? Jo, nuk i lexova. Po ky është gabimi i madh i shqiptarëve, që besojnë kaq shumë dhe nuk lexojnë asgjë dhe firmosin. Duhet i kishe lexuar për të kuptuar për çfarë po firmosje. E ke shumë drejtë, po ja këtu e humba dhe vigjilencën. Por ai si ti prezantoi këto dokumenta? Do me thënë, firmosi për çfarë? Se besoj ti e ke pyetur, do t'i firmos avokat që nga për të mirën tonë, por për çfarë na ndihmojnë këto ne? E ke pyetur, si ta shpjegoj? Jo i thashëm për çfarë janë për neve, tha, është në favorin tonë, tha. Por nuk të dha asnjë shpjegim? Jo, idhi firmën këtu, emër firmë. Është për të mirën tonë, mos ki marrë fare, më thamë, se do ta ndjeki deri fund, tha. Kaloj një javë, tha mua, u mbyllën gjyqet, tha ai. I tha mua, ti ke një motor për të marrë atje, tha. E shko të rezintante se nuk ka është do të marrë ta, tha. S'm ka apeluar për asnjë gjë mua. Kishto mapte edhe telefonin me mua. Ja 2 herë që i vajta ati të lutëm shumë, tha mua, s'ke punë me mua të vish këtu në bezdisës, tha mua. Se unë barova punë, ta mbylla gjyqi. Po, ma mbylli gohen. Dhe sinqerisht më vjen keq, Jurges, për atë aksident të rënd, për këtë vendim gjykate që bashortja jote lexoi, për atë këmbën tënde, që sado që fal Zotit ecën, nuk je më i aftë të punosh siç ke punuar dikur. Dhe ku është dhe e këtij doktorit, edhe ky doktor ishte shumë i keq. I thashë na kur dola në spitali, dajta një muaj e gjysmë në shtëpi, kam vajtur me nanën time dhe me kushuririn tim në Tiranë. Po. Jesh që të më jepte një ashupi më. Epikriz, që ti të dilje në kemp dhe të trajtoheshe me kemp. Për kemp, bravo qoftë. S'po më vjen dhe mua fjala tani. Jo, tha kjo se vete unë burë, se i javë për punë, ti më tha mua. I thash, si që nga mi javë për punë, mi thash. Ecë më tha mu të lutën shumë se ka punë, thaj. Edhe u ngrit një pacient atje. I kishte dhe i një halë. Edhe më pak kamën mu, si që nga për punë kjo doktor, tha. U kanë kutur 2 gishta, tha i edhe marë kem, kjo gjusë kamë, pa të thyrë, e gjusë kamë se ka, tha. Kështu, se di unë, tha. Unë nuk jam eksperte, Jurges, por thjesht fakti që ti ecën nuk do të thotë që je i aftë 100% për punë. Nëse ty nuk të takon 100% kemp, gjysmë kempi ty të takon patjetër.
Gjoku është kjo zanafilla tani. Mua më takon të kemi nuk e dha doktore si i shkrujtën plak të leta këta, që mirë të dite kjo e pafajshëm. Po pra. Si prishë i mazi këtyre, e kupton di qa bëhet. Dhe ai tashmë nuk bën dot një epikrizë të dytë të shënoj ty që ti meriton kemp. E qartë, kuptova. Se në epikrizën e para i shkruaj ti dëmtime të leta. Po ku kam dëmtime të leta, unë gjusë kam më zisa eci. E qartë, unë e pash. Tisha i saktum se duhet të ankohem ty tani ju. Usë jam i sakt pra ndaj, se jam nevojtar, nuk jam i sakt, na kama, jam i smur, po heq, kam që 2009 nuk jetë si dot. Të besoj, e pash vetë, ma tregove këmbën dhe e pash gjendjen në të cilën... Tani kam nuse, kam fëmijë të vogël, ku është do kujdeset? Tani që kam 2 vjetë që më zoran kemë, këta mos ndihmoj një shoku im, 80.000 lekë të vjetra marë. I dashur Jurges, ajo që mua më dhëmb shumë në këtë histori, për post shëndetit tënd që është dëmtuara e këmba jote, më vjen keq që këta njerëz që të dëmtuan nuk të kërkuan asnjë falje, lërë të dëm shpërblenin. Nuk falje fare. Sinqerisht, nuk më ka kërkuar falje. Përkundër se jam kërcënuar nga njerëz të tyre. Edhe unë sot asaj ditë nuk i njoh kush janë. Sinqerisht nuk i njoh. Kur, nuk i njoh. Ky është kulmi, që jo vetëm nuk të thanë më fal, apo të dëm shpërblenin, thjesht fakti 3 muaj në spital do është një kosto e madhe dhe unë e kuptoj këtë gjë dhe ti ke hyrë në borxhe për shëndetin tënd, por edhe të kanë kërcënuar, ky është kulmi. Po, më kanë kërcënuar në telefon. Njerëz të saj. Ban këta horrët ta çan të jashtë. Por i thashun pse më kërcënoni, pse më shani, për çfarë arsye i thashun. Ata i rash kur të do të vim aty do të vrasin, thoshte. Hajde më vrisni, thash, unë i vdekur jam. Ja kështu funksionon këtu, tu këtë bësh me horra, jo me njerëz sinqert. Hajde se kjo gabim ishte, aksident, nuk as kush nuk kërkon vrasje me qëllim, aksident tash, vin tjetër kërkon falje. E the mirë. Ore, uzdo krearë të vrasë e jare. Njeri që vjen kërkon falje, është burnore, është sinqeritet. Po këtu nuk kanë mëshirë këta janë kështu. Di unë o Zot, ka një njeri këta që ja hap syt ai, dhe kanë zotruar miliarda lekë, dhe ju duket vetja s'ku kanë gjithçka. Nuk është gjithçka leku, jare, ratë parë duhet njeriu, humanizmi. I dashur Jurges, unë jam e sigurt që kjo familje, këta njerëz që të kanë dëmtuar, të kanë lënduar, të kanë kërcënuar, të kanë prishur cilësinë e jetës tënde. Ma kanë prishur drejtimin e jetës. E qartë. Ma kanë prishur drejtimin e jetës. Nuk ka ku të vej më keq. Unë do duaj që ditën e sotme në këtë live të përçojë një mesazh këtyre njerëzve që jam e sigurt që do na ndjekin dhe mua do më telefonojnë. Jam e sigurt kështu më ndodh për herë. Në çdo live që denoncohet një problem, denoncohet një skandal, mua më telefonojnë. Pala tjetër dhe kjo është e sigurt. Çfarë do ju thuash sot? Po të vinë kërkoj falje. Edhe përgjigjen për të dëm që më kanë bërë. Se më kanë shkatruar jetën. Nëse ka drejtësi, nëse ekziston drejtësia, unë me sa kam parë, tu nuk ekziston drejtësia fare njërë. Tu drejtësia është zero. Unë për vetën time, i kam unë shpresa të këta njerëz, të kjo gjykate fjerit njërë, dhe është herë që po mba pa drejtësi, nuk është vetëm kjo. Ja ku i kam me të tjerat në fakte konkrete, që i mbyllën çështjet. 2021. Lërë fukara, po jem pish për tjetë. Pse më lume? Jem pish për tjetë. Pse? Pjera ki, pja shu, rrë këtu rrrrja be. Më lume, E bërë kokën namë. më lume, unë pasa moralen më lume. Pra ti ke dhe një problem të dytë që i përket vitit 2021.
e kam një problem të dytë. Dhe çfarë ka ndodhur me problemin e dytë? Pse ke përfunduar sërish në gjykat? Unë tani ata një problem me familjen. Debat me plakun. Po. Plakun ishte i pirë. Vete bo kallëzim të rema atje. Me spat në dorë. Për ty? 2019. Po. Dhe të denoncon për çfarë? Për dhun familje. Që unë se kisha kryer fare. Vetëm thjesht ishim bërë debate në aty. Isha unë, ana ime, motra, vllai. Po. Do të thënë vërteta se pinte plaku im, abuzonte shumë. Me alkolin. I thosha i thosh jam. Po. Ky vetëm me spat në dorë atje, do më vriste çuni me spat ma ka hedhur distancë 7-8 metra, çfarë thoshte? Që s'kishte e them fare kjo. Dhe çfarë ndodhi? Policia erdhi? Ma policia se erdhi u vajta vetë në nanën time atje. Tregohat vërtetën. Këtu ka qenë një avokat këtu në 2019 një Klajt Gjymerti. Komisariat. Po. Ta shkruajnë vetë, flasin vetë atje, unë i thamë, ore nuk janë të vërteta fare këto. Sepse, përveç se ke dhënë ti një deklarant polici, ka dhënë dhe nëna juaj, që ka treguar situatën që ai ka qenë i dehur dhe ka bërë këtë denoncim. Nuk jam fare për bazë, as plakës time as mua. Vjen ky avokati, hajtë vllai jot ti më thotë ky mua, mos e vri mendjen. Kush, avokati i parë që të mbrojti në çështjen e parë? Jo me ky një djalë i ri ai, 20 ca vjeç. Po mirë, përpara se të më tregosh çfarë ndodhi me seancat gjyqësore dhe çfarë ndodhi me ty, pas asaj dite që babai të shkoi të denoncoj në polici dhe ti vajte më pas me nënën, ditën tjetër kur babai ti doli pia, çfarë të tha? O, babi vajti ati i tha, nuk është e vërtet, mua më fusin branda këta. Ky Klajti, ky avokati, Po? më thot mua, i firmë tu dhe i këshpi, më thot, më firmosu na, pa 2 letra, 3 letra atje, thot mua i kështë dhe i këshpi. Edhe tani më thot mua, i thot, këtyre polica mire qojnë të 72 urorësi, më thot, i thot atyre. Por i thasë, për që më i more këto firmat ti mojtës. Edhe më thot, ky Ilia, Pak rëndësika. Po? Jo, se kam për detyrë do ta tha me emër, ose bëj përgjithësi unë. E qartë. Muca, Ilia Muca. Po? Po thonë mua ky, do m'japësh 3.000 euro, tha mos t'hash kokrën e burgut bashkë me avokatin. E jep mua 3.000 euro, i fol me vllajin, na merre telefonin, fol me vllajin që ti bjeri 3.000 euro që dalës do hash kokrën e burgut, më thotë ky. Si me faj si pavaj do bësh burgut, më thotë. Po i thashë na, që burgu do bëja si ku të kemi, i thashë nuk t'i japi, i thashë, leke s'ka më 3.000 euro. Mirë, thot, vjen plaku im. Thot, plaku im, ore, e disi e shpuna, unë isha i pirë, tha, nuk i njeva, tha, nuk janë të vërteta ato. Do të ashti 2 vjetë burg, tha, po lere të qunit, se do bëj 2 muaj do dali, tha, plaku tim. Po? Rasin bramba mua këta, një që bëj burgun kotë. Po dale pak. Pse ti u dënove? Dale se kjo është me e keqja tani, nuk po qaj burgu nuk këtu mëj. Më dënua 4 vjetë ta mua. Po, heqelirie? Për dhunë në familje, po? Po qaj burgu nuk, se burgu po e po që e para kotën. Veta atje unë, më qoj në burgun e Fierit, mas 4-5 muaj me merë infekcion kama mu, ta që kisha të smurë në pislaku atje. Me bëjnë sa gjilpara këta të forta mua. Po? Me bëjnë mua këta 4 gjilpara në ditë, 2 njërse. Bara unë, gati një 20 të ca gjilpara. Ka qenë muj korrik. Na muj të torë, në më torë, po mi të shqetsime këtu, më shponte. Po? Tani do më bënde analiza doktori i burgut ma, se ky do më dëmtoj, doktori i burgut ma. Mjekim të gabuar. Me fut akën për të thithu gjilpar, nuk thithësh, ajo, ishte trasur gjaku. Edhe bie pa ndjenja unë atje. Në burg? Po, më
më përmad me alkool ky mua. Vete shtroa si për kamën atje. Nuk më thot gjë ky mua. Më isha bërë Gulliver. Vete si për kamën unë atje për të kuruar. Edhe i thamë, orës jam mirë, më shpon këtu, nuk di, unë thaj qa ke u. S'ka fonde institucioni këtu, thoj shpis, thaj që ti bëj analizat e privati, më thot mua. I thamë në anastime unë, mi bë që analizat i ka tjetë privati, paguj ata, edhe njëse faturën i thamë në anastime. Vete nana ime paguan ati janë 90.000 lekë. Bëj analizat atje unë, vi përgjigja për një 2-3 ditë. Edhe më pyet doktori mua. Ke qenë përdoru heroine me shëring ti më thot mua. Jo i thamë mua. Por më ngjinja thot ky i burgut, ke qenë apo jo? Jo i thamë mua. Në çonte tjetri atje i shikon analizat ky fier këtu. Doktori më lëshi fier. Po sa keq i kanë dalur ti. Unë s'kisha në i shqetësim, t'isha fast fundit. E qartë. Sa kishin filluar më ato. Me jip të shpim këtu ja, më shponte. A merë të frimën, ka të 2-3 herë një javë. Po nuk e dija. Edhe më thot për mua doktori tore, ke qenë përdorur se heroina ti më thamë mua? Kur i thashën, më ngjinje thot dhe këtuja. Jo i thashën. Ma alkohol ke pirë, kam pirë në i godëraki në i birë, i thashë, po jo shumë, nuk kam qenë abuzusi. Ja një herë në muajt. Mirë thaj, po këshu me shëringa heroin ke bërë, më thotë, ma jo, kur. Edhe i thotë këtia i fërmjerit burgut. I ka ta shumë keq analizat, pa. I ka shumë të randë. Vetëm burg atje, doktori ma mande smundje sekret, ma pësne. Dalë gjyqë, se isha dhe me gjyqë, unë. Unë i thashë s'kam qenë përdoru se heroina, i thashë, unë këto shqetësime më kanë ardhur ku më ke bërë 22 gjilpara ati. Ku i mbarova ato gjilparat, mas 4 muaj që më ka dhënë shqetësim në ato gjilpara. Jo, tha, ky s'ka shanse. Ke qenë përdoru se heroine jashtim. Ma bëndë fakt të kryer. U kam qenë mua këto më erdhën na gjilpara dhe na kofrat që mitë të doktorit, që ishin të forta. Dhe çfarë dëmi kishin bërë këto ilaçe në trupin tënd? Më kishin doktor mulqin, sikur isha përdoru se heroine me shëring. Pra, le të themi nga gjilpërat që ti bëre, u dëmtua mëlçia dhe mjekët prandaj dyshonin nëse i kishe qenë përdoru si heroinës apo jo. Ma bëjnë ata fakt të kryer për ta largur nga vetja tyre. E qartë, e kuptova. Pastaj fillua karavanet pastaj, na muj dhjetor, janar, 2020, këta pastaj po ma manin smundje sekret. Jurges, të lutem, ti ishe në burg, vazhdoje seancat gjyqësore, pra le të themi ishe dhënë mas arrest me burg, por ende nuk ishte marrë një vendim. Gjykata çfarë vendosi për çështjen e dytë që babai të denoncoi për dhunë? Po, një dhe nana ime, avokati më thoshte mos to jam smur, pranoje se gjyna baba jot, se do bëj baba jot 2 vjet burg. Për denoncim të rrem. Po, më thoshte Nexhib Dauti, avokati. Por Vinte plakë im pati presione na polici gjyqësor edhe na prokurori. Nana ime vinte aty e ngritë zaj, thonë, çuni ime është i pafajshëm, tha nuk është e vërtet ai që ka thënë burrim, se ka qenë i pirë, tha e ka kapur vetë sfatën, ka vajtu policia, është akoma sfata atje, tha që ka vajtu burri. Nuk ka kapur çuni im sfatë. Avokati, ky prokurori u ngrit, zotë gjyqtari tha. Nana gjithmonë do të mbroj çunin, tha. Nuk është e vërtetë se s'ka ardhur gimi. Nuk ka ardhur gimi këtu, tha, se i ka thënë Timosajte, se i thoshte prokurori. Andi Bogaçe. Por ty gjykata me sa vite burg të dënoi në fund. Çfarë vendosi gjykata? Mua më dënoi ky Andi Bogaçe më dënoi 4 vjetë, nuk më mori atë smundjen parasysh fare që i thash, ora jam i smur nga mulçi, jam ka dëmtuar institucionin fare, nuk donte ta ditë. Ti u dënove me 4 vite heqje lirie. Po. I kreve 8 ma la gjykata se e kisha pa pranim. 2.8, pra prokuroria kërkoi 4 vite e burg, gjykata vendosi me 2 vite e 8 muaj heqje lirie. Po. I kreve të plota?
të plota. Jam vajtur pastaj atje, fillun ato torturat e mia, kërkoja ndihmuna. Mua të këqijat më erdhën vetëm nga doktori i burgut, nga shefi regjimit, më marrin ta më çojnë në izolim. Mos më thuj jam smur, se i thosh jam orë pa ankohesha, jam smur, ta më thoshin mua më rrifnin, më çonin në izolim, kanë gjujtur. Më marrin dhe lidhur atje. Mos thuj jam smur, thoshe, se ti si e mirë nga trut e kokës, më thoshin mua ato. Thua kot. Jam torturuar me dajak, jam mbajtur lidhur atje. Nuk po qaj këtë burgun që e bëra kot. Po qaj smundjen. Se sot e saj dite jam smur. Mërqia është e dëmtuar. Po, kam shqetësime. I dashur Jurges, kur ke dalë nga burgu? Bëra 2021, bëra kallëzimu në 2021 në janar. Bëra një kallëzim aty unë të SHKB-ja. Se më çuan këta vetë vrasje u preva na duar të vinin këta mbanin lidhur, më torturonin atje, kam vujtur. Bëra një kallëzim atje me zisa erdhi dhe ky i SHKB se mbanin anën e tyre. Bëra denoncim atje, më tha mua, ore, në qoftë se do japësh kallëzim të rrem, do dënohesh një vit burg, më tha mua, baju përgjegjësi, thash mua. U kisha shumë gjëra për të shkruar atje, me zisa i bushi 3 fleta, i tha s'ka me fleta formati, thaj. Jam torturuar, kam mbajtur lidhur. I dashur Jurges, sot si je me shëndet? Nuk jam mirë. Po vuaj në mëlqia. Çfarë të kanë thënë mjekët? Je me medikamente, me ilaçe? Në këto popullore po ashtu. Kam marrë ilaçe gati 2 vjet e gjysmë. Por marrëdhëniet me babain si i ke sot? Mirë. Le të themi një ditë ku ai kishte konsumuar shumë alkool, të solli këto probleme kaq të mëdha sa ti përfundove në burg, u dënove me 2 vite e 8 muaj burg, vuajtje në burg, sepse në burg sigurisht vuan. Edhe ishte edhe kjo korona që s'vinte as nana as babai mua, se doktori i thoshte nanës time babai çuni si kokramos, ku i mirja telefonës jam mirë, i thosh jam. Doktori fillon të bante intriga, i thoshte jo është mirë, ai nuk është mirë na trut, na shan neve. Ju që ka të rondaj, vë intriga që i bante në nëstimore, që më thot ai doktori, se bonjourën ti i shanë ata i godet, jo, i thashëm, së është vërtet. Si u mirë atim, unë jam smur, i thashëm, më kanë që në izolim bajnë të lidhur, i thashëm. Tjetër për tjetër, bla. Jo, dha në gjyjtë në këta, edhe të them kryesore. Kur dole nga burgu? Po, kur kam dalë 16 marsu, 2021, në shtator filloi gjyqja pa avokat, pa përgatitur, una pa pritur më thirrën këta mua. Se s'mirë as një avokat për mua, për të çështjen. E qartë. Se kishin biznes burgun e gjykatën janë të lidhur këta, mbrojnë njëri tjetrin këta avokatët. Asnjë nuk më mori për të më ndihmonte, kur, se bëri askush. Nuk treguan as pak një humanizëm. Më pyet ky mua gjyqtari. Më thot ma, ti ke si kokramos, ta ma, për qa i ke hedhu në gjyqtati, më thot kjo mua. Gjyq që kam si kokramos, i tha mua. Prokurori nuk është ngritur asë një pyetje s'm ka bërë mua. Prokurori, isha i mbrojtur i shtetit. Isha i domturi, nuk është ngritur njëherë i prokurori. Ja kam thënë fije për peon, këto mbajon përgjegjësi, thash. Nëse las una mashtrime gënjeshtra, në fusni në burg mua, i thash, për kallëzim të rrem, i thash. Ja kam thënë una fije për peon. Se s'më linte ai të flisja, mi ka ndërprerë, ullu aty më ka thënë mua. Se ishte apostafat për t'i mbyllur gjërat. Është mbyllur ky gjyq apo je akoma në proces? Jo, me gjanë, i mbyllën këta. Pra, ti bëri një denoncim për dëmin që t'u bë në burg dhe u mbyll çështja. I dashur Jurges, unë uroj që zëri juaj të dëgjohet nga ky live i sotëm. Më vjen keq për gjithë historitë që dëgjova sot. 4 vite që ke dalë nga burgu, besoj që jeta juaj është e vështirë. Është bërë më e vështirë. Po jam. Nuk po qaj burgun, o zonja Odeta, nuk po qaj burgun, po qaj smundje që kam tani. Mirë që isha i smur nga kama
më lanë qëry të rijat, po tani më dëmtoj edhe institucionin a burgun e Barakot, kjo është vrasës vetën tani. Më kanë qurë në ekstrem ta, më kanë shmangur. E disa po vuaj tani, unë se kam gjatë tani, kam dhe një fëmijë të vogël. E kam smundje kronike. Ke dalë me hepatit, mëlqia është dëmtuar, je me hepatit, çfarë ka ndodhur? Me hepatit. Po me hepatit në zorën më ata. Çfarë hepatiti ke? Po hepatit C. Hepatit C. Po. Që duhet të jesh shumë i kujdesshëm, le të themi, në jetë. Është guxoj të hajnë jetë skuqër ati. E kupton ti, i kam gjërat kështu tani, i kam të kufizura. Dhe ti dyshon se je infektuar me këtë hepatit në burg kur janë bërë ato gjilpëra? Po, aty merdi mua. Aty merdi, se isha mirë, s'kam pasur, s'kam qenë një smur. Na gjilpëra dhe në kokra që më kanë dhënë ata, aty më dëmtuan, këta më dëmtuan mua. 2019 më kanë dëmtuar. Jurges, do ta mbyllim me një mesazh. Më vjen shumë keq për jetën tënde, sinqerisht. Ta nuk patën pikë mëshire për mua. Taleshin atje, në smundjen time. Më mbanin lidhur vite urdhër vetë doktori. Ke parti, këtë vite doktori në izolim, i thosh aty e mbanin lidhur këtu. Jam bajtur një vit e ca në izolime unë atje. Që kam qenë një smur që nuk më mbanin në për njerëz normal, mos dilte smundja ime me një vesh tjerët. E qartë, Jurges, nuk do të mbaj gjatë, sinqerisht u preka, të uroj jetë dhe shëndet, e mbylli me një mesazh të fortë që i drejtohesh institucioneve të drejtësisë shqiptare, se me atë e ke të gjithën që ti kërkon drejtësi dhe nuk të zhvendosur drejtësia. Unë kam folur me drejtorinë e përgjithshëm, me Elsingu, ku kam qenë brenda atje dhe për ata jam rrahur, na më kanë marrë këta të gatshmit zvarr me urdhër të drejtorit, të shefit policisë, që flisja me ata që i tregoja të vërtetën. Me kanë lënë këta 6 muaj pa folur, 7 muaj pa folur telefon me. Pse ti denoncove nga burgu? Po, vetëm që bëja denoncim, kam folur me Elsingun, me drejtorinë e përgjithshëm. Kush është mesazhi juaj? Të marri masa kjo, gjykate lartë atje, spaku, për këta. Se këta janë më shumë se një kriminella këta këtu janë, në burgut Fierit. Ta kanë bërë krime, jo vetëm unë, denoncimi kanë bërë dhe tjertë ati që doli me 6 muaj arrest shtëpia ai doktori. Jurges, ne do vetemi bashkë në kontakt, po ta them edhe një herë. Tani nuk falet kjo është shumë e rëndë që më kanë bërë mua këta. E di pse, mirë që më dëmtuan nuk më dhanë as ndim, kanë mbajtur të lidhuna për izolime, e më kanë rrahur. Që mos ta ngria zarin unë që të thosha jam një smur, për të mbrojtur vendin e punës ata, rrezikohesh jeta mua. Ja këta bani këta audita. Ai të poshtër janë këta, ai të ligj janë. Kanë vujtur unë atje, edhe e ngre zari me plot bindje, nuk kanë frikë. Së mua atje, kështu e ngria zari ku flisja dhe me gazetarët unë. Me drejtat e njeriut. Nuk pash as kushun vita atje të më ndihmonte. Të uroj dhe një herë jetë dhe shëndet, uroj që zëri juaj të dëgjohet nga ky live, nëse historia është kështu si ti e tregon. Po, fje për pelë, e nuk e luan as topi. Nuk e luan as topi. Edhe kam më shumë se kaj për të folur. Pse çfarë ke tjetër? Nuk jam vetëm kaj pa fola. Ka të tjera, le të themi? Po ka shumë. Janë shumë akuza që të rënda këto që më kanë bërë ta mua. Nuk është puna që është vetëm kjo që më kanë dëmtuar. Ta mi që më smurë, po dhe më rrifnin, më manin lidhur, po them, më manin penë, më manin smundje sekret. Vinin edukatorët atje, njëra në Vlora, Lotnida më thoshte më o gjesi do të thot motra të drejtën.
Ishte mos e madhe kjo 50 vjeçe. Ta po ta mbajnë smundje sekret, ti nuk e kupton që ta po të rrafin që mos të flasësh. Rrim, tha më. Ke edhe 6 muaj, burr 7 muaj, bik shërohu jashtë, thoshte mua. Nuk e kuptoni që këta po të mbajnë për izolim, po të rrafin vetëm që po merr drejtorinë e përgjithshëm, ti po merr Elsingun, po merr gazetarët të stopit. Po denoncon. E kupton? Rrim, thoshte mua. Ktu ka shumë të smurë, nuk e ngren zarin, thoshte mua. Kush kujton ti që që ta ngresh ti zarin këtu, thamë, që të kam dora, ta rri urt, më thoshte mua fis. Ora le të vrasin i thosha unë. Po ta ngres zarin. Ta ngres zarin, unë i vdekur jam, i thosh. Se do kem frikun, i thash. Se shumica atje ishte shumë si puna ime atje, jo në gjendjen time. Nuk e ngrini zarin në Afrika. Nuk e ngrini zarin në Afrika, fare. Tjetër ishte kalbu krau nga hekrat, që s'peja ishte doktori. I thashun, hiqa hekrat ati ti, i thashun, e s'pe i kalbë të krau, o qan, i thashun. U kalbë krau nga hekrat, që s'peja ishte ati botit. Ti se denoncove emra të shumë... Kështë lare, i thosh jam. Se na qenë me dhomën, i thosh jam, se e kisha në dhomën atë, të spitali. Ishte kalbë mishi, binde erë. Ajde botë ishte i doktori. Institucioni atje. Ta ishi më shumë si kriminella, o di thonë. Se përfitojnë arasti këta. Se e kanë synë të hapur. Se është burgu gramoz Ruçit ati, ta ulan Ballës. Edhe ja kemi frikën e këtyre, se këta e kanë burgu. Edhe janë njerëz të tyre me bashkë me këtë Arian Hasani, edhe ja kemi frikën e se janë kokat të Shqipërisë ta. Edhe ja kemi frikën nga këtyre. Mirë, Jurges, e kuptoj që je një irrituar, i mërzitur. Sa ti i kanë mbuluar, asnjëri s'ka dalë para drejtësisë. Je i lënduar, e kuptoj gjendjen tënde. Ne... Kanë tallu me një time, më kanë marrë në përkam atje edhe që më smurë më domtua, më mirë edhe në përkam banin lidhë më rrifshin më sakatonin më zinin atje. Për të drejtën time. Mi ndalua telefonatat 7 muaj nuk flisja më. Mirë, Jurges, ne do vetemi bashkë në kontakt, të uroj gjithë të mirat e kësaj jete dhe të përshëndesim nga Tirana. Nuk jam mirë fare, nuk e ndjej jetën mirë. Na kjo. Po më gryn nga branda kjo, nuk e kam gjatë. Të uroj jetë dhe shëndet. Do flasin dhe pas kujtave. Mirupafshim, Jurges. Edhe unë të përshëndes, Zoti të ruajt, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashurish, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më otetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Oteta Tulmemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.